Disa ditë pas zjarrit që përfshiu banesat sociale në Shkodër, banorët e komunitetit rom vjojnë të përballen me kushte të vështira jetese. Zjarri i fundit i ka shtuar edhe më shumë pasigurinë dhe vështirësitë për këto familje. Banorët tregojnë se edhe përpara zjarrit, kushtet në banesat sociale ishin të papërshtatshme me probleme të vazhdueshme. Kushtet kantina, ka bubureca, mizbuke, gjarprimi. Janë këtë katastrofë. Po, ma ka angër djalin e vogël ke kama. E kam që spital, i kam bëjt tatanoz, në kam anta ilat, e kam për shpiqa. Kena shkujqin herë ke bashkia, to vim sot, to vim nesër, janë pusetat kaq, ku bjen shi kompletera e pistekut bjen lartë. Kanalet tu janë këtë blokume hetë që bjen kompletera, nuk rindot tani për behari herë, nuk rindot. Hikim rimat i ke hija poshtë, që bëjmë edhe me hangar atje bëjmë. Se këtu manera shumë e keqe, s'ke nasi dhe që... Vinë, premtojnë gjojna pas i gjës bëjnë. Qa kushte, i shikoni vetë, qa kushte jetojmë ne. Shikoni, kantina shkume, nuk janë pallat. Qa shikoni, nuk ishin me darasa kështu poshtë, i kishin shumë, disa buke, shumë gjona, të s'ka pas me. Po, sa me që ishim i qikë tena, se kena këtu me barake. Kam bujt ma burin s'mon të kam. Një nga shqetësimet kryesore që ngrejnë banorët e komunitetit rom është edhe mungesa e ujit, çka e bën edhe më të vështirë jetesën e përditshme. Ma sa ndret për ujë vuam shumë. Ne pikën e ujë s'kemi kaq afër si 1 muaj po bëjmë 2 muaj pa ujë jemi. A nuk lajemi do, nuk ka ujë. Presim që të vi pompa, pompa nuk e funuzon. Do lek të marrësh një pompë që të funuzoj. Nuk është ujë pishme. Është ujë trumes. Jo, ujë s'ka pas. Ujë s'ka pas, jas kena prapë. Shkëm na për nangje, mushim ati ke komshit. Na nishon në lëgëtip. S'ka, ma për para vite ujë shumë. Nuk e dite që... Pa ujë, i blejmë ujë. Majmë 3-4-5 bidona, se një bidon s'na del. Tani që nga ka ndodhe kjo situatë që mund do që shpia jam këtë katastrofë, jam 4 rrugët. Që të bëjmë janë ndjek gjithë gjojna që kam pas mrena, lekte, roba, gjojna, komplet që si shek një vetë, ja. Vetëm robat e trup janë veti teti ati. Komuniteti rom kërkon ndihmë nga institucionet përgjegjëse për përmirësimin e kushteve në banesat e tyre sociale, si dhe furnizimin me ujë në mënyrë që të kenë një jetesë më të sigurt.